Përshëndetje. Në Shqipëri ka një ligj të pashkruar që nuk gjendet në kushtetut, por e ndjekin me besnikëri të gjithë pothuajse. Ndërton një shtëpi më të madhe se ajo e xhaxhait, ose jeto gjithë jetën me ndjenjen e turpit dhe të dështimit. Nuk ka rëndësi nëse ke me se ta mbushësh apo nuk ke me se ta mbushësh. Nëse ri brenda apo jo, nëse ngro vetëm një dhomë në dimër dhe dhomat e tjera i përdor për mizat. Rëndësi ka që duhet t'ja kalojmë komshiut, xhaxhait, hallës, dhe ata të ngrënë në mëngjes kur dalin nga shtëpia të ngrënë vetullat nga zelia dhe të plas stomaku nga stresi. Po pse ndodh kjo? A është ky thjesht një zakon kulturor apo kemi të bëjmë me nevojën më të thellë psikologjike për të dukur? A është shtëpia më e madhe zëvendësimi modern i egos së fryrë? Do të mundohem të zbërthej këto mani kolektive dal nga dal. E para është fëmiria që s'na ngopi kurrë. Të kuptojmë një gjë bazë. Shumica prej nesh kemi ardhur nga prindër që kanë vuajtur nga mungesa e shtëpisë dhe mungesa të tjera. Ata kanë jetuar në një dhomë me 7 veta, me një oxhak, me një organ, për të gjithë, si të thuash me një llampë. Kush ishte me fat kishte edhe një televizor dhe një radio. Trauma e asaj kohe i ka shoqëruar për dekada shqiptare dhe ëndra e madhe e tyre ishte t'i bëjmë fëmijët tanë të kenë sa më shumë se ne. Kështu u ndërtua miti, shtëpia e madhe jetë e mirë. Dritaret e mëdha, balkoni për të parë nga rruga, shkallët si në telenovelat meksikane, mundësi shkallët jenë nga jashtë, nuk i kam kuptuar kur. Lampa të ndezur rreth e rrotullt shtëpisë, pavarësisht se sa vjen fatura. Dhe kuzhina, ku nuk gatuhet kur, por që ka mobilje në ngjyrë ari. Pra, që në filles, mania për shtëpi më të mëdha nuk është vetëm për të dukur, por është edhe një kompensim emocional për mungesën e brezave më parë. E dyta është shtëpia si status social. E paske ndërtuar mirë, e paske ngritur mirë, ka like e bërë. Në psikologji quhet simbol i statusit. Në Shqipëri quhet t'u mbyllësh gojën të gjithëve. Nuk ndërtojmë për të jetuar rehat, ndërtojmë për të dëshmuar suksesin. Njësoj si kur blejmë një makinë të madhe, që e parkojmë në obor, por shkojmë me këmbë në market se s'na del rroga për naftë. Në shumë raste, ndërtimi i një shtëpie të madhe është formë komunikimi jo verbal me lagjen, me kushërinë që kemi afër. Në vend që të thuash kam punuar fort dhe kam arritur diçka, ti ndërton 3 kate dhe i lë të flas betoni. Ka madje një element garash të heshtura. Nëse xhaxhai ndërton 2 kate, ti do ndërtosh 3 apo 4. Nëse ai vendos dritare me material italian, ti do vendosësh dritare me material francez. Nëse ai vendos 2 hyrje për të hyrë në shtëpi, ti do bësh 4. Se s'dihet, ndoshta do vi dikush të lutet për ta dhënë me qira. 3. Sindroma e shtëpisë për fëmijët. Por ata kanë ikur në Gjermani. Një nga arsyet që dëgohet më shpesh është, po e bëj për fëmijët. Dhe fëmijët janë në Gjermani, Zvicër apo Norvegji. Dhe nuk kanë ndërmend që të kthehen fare, por shtëpia ndërtohet prap në emër të tyre, me dëshirën që të ruhet familja dhe nëse realiteti thotë që askush nuk do të jetojë matje. Kjo është një formë iluzioni nostalgjik që ka dhe emër në psikologji. Fantazia e ringritjes familjare. Një mënyrë për të mos u përballur me faktin që fëmijët janë larguar, që lidhjet po ftohen dhe që jeta po ndryshon. Muret e mëdha shërbejnë si një mënyrë për të mos u përballur me boshllëkun që rritet në zemër. 4. Po realisht a jetojmë aty? Jo. Realiteti është ironik. Pjesa më e madhe e këtyre shtëpive përdoren vetëm në katin e parë, dhoma e miqve rri e mbyllur, dhoma e fëmijëve përdoret për valixhet, dhoma e nuses mbyllet si muze, ndërkohë që vetë familja
ose ata 2 pleq që kanë mbetur, ngrohen me sobë në korridor dhe shpesh e kanë televizorin në kuzhinë. Pra, ndërtojmë shtëpi të mëdha, por jetojmë si të vegjël. Jetojmë në një qoshe të shtëpisë, sepse pjesa tjetër është për sy të botës. Dhe fshesa elektrike blihet për bukuri, jo për pastrim. E tillë është jeta kur estetika është më e rëndësishme se komoditeti. E pesta në themel është egoja, jo nevoja. Nëse e shohim nga këndvështrimi i psikologjisë humaniste, shumë nga veprimet e njerëzit janë të motivuara nga dëshira për identitet, përkatësi dhe vlerë. Shtëpia e madhe bëhet vulë e vlerës, një dëshmi për botën që jam dikush. Shtëpia nuk është më strea jonë, por reklama jonë. Më shumë se stre, është poster për Instagram. Dhe nuk është çudi që shumë shtëpi të reja shqiptare duken si hotele me 5 hyje, por pa njerëz. Sepse ndonjëherë e kemi më të rëndësishme të duket se sa të ndihesh. E gjashta është presioni i shoqërisë dhe turpi që s'mund të thuash boll më. Shumë njerëz ndërtojnë më shumë se sa kanë nevojë, sepse thjesht nuk guxojnë të ndalen. Do duken si dembel, si të dështuar. Në psikologji kjo quhet presion i normës sociale. Bëjmë atë që presin të tjerët nga ne, jo atë që realisht na bën mirë. Në kulturën tonë është më e pranueshme të marrësh kredi për të bërë një shtëpi që s'ta mban xhepi, sesa të pranosh që je i lumtur me një apartament të thjeshtë, me një dhomë të thjeshtë, e ironikisht, më mirë një shtëpi me 600 metra katror bosh, sesa një apartament me 60 metra katror, plot dashuri dhe ngrohtësi. E shtata, muret si mburoj nga vetmia. Ka dhe një aspekt më të thellë. Shumë njerëz ndërtojnë jo për të jetuar, por për të mbushur boshllokun e brendshëm. Kur ke një jetë të thatë emocionalisht, është më lehtë të angazhohesh me tulla dhe pllaka se sa me ndjenja. Shtëpia e madhe, në këtë rast, është simbol i përpjekjes për të pasur kontroll, për të mbajtur iluzion se jeta po ecën përpara dhe kur brenda vetes je i ngecur në vend. E teta, po mirë, si do ishim po të ndërtonim për të jetuar dhe jo për të dukur. Imagjino sikur të ndërtonim shtëpi të vogla, funksionale, të ngrohta dhe që kanë lidhje me nevojat tona reale. Të kishim më pak sipërfaqe për të pastruar, më pak kredi për të paguar, më shumë kohë për njëri tjetrin. Por ndoshta nuk do na përshëndeste gjithë lagja me respekt të shtirur, por do të përshëndesnim më shpesh njëri tjetrin me të vërtetën tonë. Dhe në mbyllje do të thosha se shtëpitë e mëdha nuk e mbushin boshllokun e vogël. Shtëpia është për të jetuar, jo për të rivalizuar. Nëse e bën për të ndjerë siguri, bën shumë mirë. Nëse e bën për të dukur, atëherë përgatitu të jetosh në një muze personal që nuk do ta vizitoj askush. Psikologjikisht, shtëpia mund të jetë edhe një kurth emocional. Ndërton jashtë, por je bosh brenda. Kështu që para se të fillosh një projekt tjetër me 5 banja, me 3 sallone, për mysafir që nuk vin kurrë, ndalo një moment dhe pyet veten. Apo ndërtoj për vete, apo për hallën që do thot e bët civil deputeti e bët. Sepse në fund nuk është rëndësia nëse sa dhoma ke, por sa zemra ke brenda atyre mureve dhe atyre dhomave. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që unë e them pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.